Çka ka ndodhur në Kosovë 99-2000 le të them, ja dhe 2000 po marrim si bazamet. Se 99-ta tu marr vesh apo vdesin apo na vrasin na kanë ai atë brenda na bombë kanë lësh jetën sudike, apo 2000-tën ka filluar miku me ndërtu institucionet. Në shtëpinë e kulturës në Prizren, unë kisha për 15 vjet jam hinjat vakt. Në shtëpinë e kulturës në Prizren fillon me u bë trajnime me dyert mbyllta për edukatën seksuale. 2000-tën. Hala si na kfill prej luftës na, po kupton. 12-13 mijë njerëz të vrarë, mijë tjerë të zhdukën. Vjen ai biri në vet Gjermani atje dhe po na trajnon neve për edukatën seksuale me kondoma në kukulla. Apo kupton? Thuti që ne s'dina kur gjë. Imagjinoti po, me ka dalë nëse na 2 milion e gjys atë dyshys ja kena çillu. 3-14 fëmijë kena pas. Ja kena çillu dyshys atë. Për shkak të jo kjo të kallzon për prioritetet që i kanë pas këta. Domethënë kishte një indikacion, unë isha i rri për me menu filozofikisht atë çka janë. Po tash kur vjen për një familje muslimane, atë fjala seks nuk është përmend në familje me qëllimin e edukatës, e tërbijes, atë se na kemi ditë çka ka bëu baba e nona, po e nda që ka pas një gjuhë të kujdesit, nuk e dash me mësu fëmia ka më mësu të shamën jashtë, por nuk më mëson bile për gjyshit për babas nuk e mëson. Edhe ti e sheh ky po trajton ti edukatën seksuale. Hajr bofshi jo babikat. Domethënë neve prekupimin e parë që ajo që ju intereson juve me na përgadit neve për jetën e re tash ka më na karakterizu, është edukata seksuale me kukulla me kondoma në shtëpitë kulturës në Prizren. Okej, edhe shkum na për me provoku aty. Na më shilën derën, është për ta kallzoj instancën. Edhe unë jashtë gishtin amerikan aty Gjermanit, tash ishte një shok aty që punoi në shtëpitë kulturës. Edhe isha në kuaj Gjermani aty. Kështu këta të pasqyrshëm, pse ka thënë po na çiti gishtin njëri aty, ka thënë ju ka përshëndet me përshëndetje amerikane, domethënë ka thënë që jemi përparimtar na, kupton. Se unë isha pak kështu po. Ju me kukulla keni. Po, me kukulla ata unë gishtin në çachita edhe u bë skandal. Po do të thonë prej ta përmenda këtë citat me të kallzu piknisjen se çfarë strategjie është përdorur që 25 vjet.